ndeshja e dytë e radhës ndërmjet Dibranëve të Sukthit dhe Shqipeve të Korfuzit. Skuadra poshtë Kaca, Preçi, Leonardo, Laçi, Rusi, Konesha, Mane Kaca, Kovaci, Gjelili dhe Bitri. Të gatshëm janë Prifti, Prenqi, Zogu, Bushi, Kacolari dhe Dyli. Ndërkohë që kjo ekip u mundësua me sponsorat kryesor Amarildo Osmani, Bardhyl Kaca, Ben Keqi, Erion Gjili, Elton Hajdari, Neç Tërshalla, Sali Pepa, Sokol Karasani, Pëllumb Shini, Ermal Prenqi dhe Gazmir Lika. Gaz mafioso. Ku të çfarë bërë? President, gjikant. Ekipi i Shqipeve të Korfuzit që sponsorizohet nga Artan Lala aktivizon këto futbolist. Hasi në port, më poshtë Merdini, Hoxha, Leshi, Metasani, Kote, Trupja, Begu, Shulku, Duka dhe Merdini. Të gatshëm janë Dishi, Zhuzhi, Muqo dhe Sopoti. Ndeshja gjykohet nga kryesorit e në scena. Ka nisur loja, topin e para ka shkëlmuar futbollistët e Sukthit. Është numri 10 Loci. Bjerë për i sajve, ja, të pizira. Po e vidi lura me trajnisha. Ose ma ju ka pa mëra. Ose a i lodhune. Është Leshi që e shkelmon të top. E ka kaluar në gjysmë fushën kundërshtare. Ka rivënje anësore tani për skuadrën e Shqipeve të Korfuzit. Është kryer kjo rivënje. Tjetër rivënje me duar. Këtë radhë ka ndruar duar u takon ekipit të Dibranëve të Sukthit. Ta vdaja më. Topi takon portierit Hasi të Shqipeve të Korfuzit, ndërkohë ju bëjmë thirrje kush ketë dëshirë për të ndihmuar aq sa ka mundësi, pasi kemi një tavolinë në disa kutir me ndihmuar për sadaka me rastin e ditës së Bajramit. Шкавалita, do bëjë. Kaca ka goditur, por topi që ka përfunduar drejt në duart e portierit Hasi e ka nisur. Ja dhe një top atje për numrin 9 të ekipit Shqipeve të Korfuzit ishte Shulku. Është kryer kjo rivënje nga Konesha, ja dhe Loci. Më që të ndjekin aksionin futbollistët të ishte Kaca, ai që ka kryer, topi është devijuar në rivënje anësore. Konesha. Dibranët e Sukthit, është Loci ai që do ta shkërmoj këtë top.
To brenda zonës, por ka dalur jashtë, tjetër goditje këndi në krahun tjetër. Një arkim në zonën e Repsis, ka larguar numri 7 i ekipit shqipeve të Korfuzit Trupja. Ja dhe Metasani. Kemi rivënje me duar tani në favor të shqipeve të diplomatëve të Suksit. Është kryer rivënja, megjithatë ndjekin aksionin, ka sinjalizuar dhe kryesori ka një faull në sulme, goditje dënimi për shqipet e Korfuzit. Është numri 15 Muço. Ishte Muça. Kote. Metasani në këtë rivënje. Muço. Ishte Muça me topin zotrim, gjatë ka në futbollistët e shqipeve të Korfuzit, ka larguar kapiteni Hoxha, top që ka vajtur në duart e portierit Hasi. Hoxha me kokë. Një goditje nga jashtë zone, por problemi ishte numri 10, Loci, ai që goditi, por pa shqetësuar portierin Hasi. Është kelmuar kjo rivënje këndore nga Leshi. Një top atje për Zhuzhin, por topi ka dalë jashtë dhe ka goditje këndi, pasi është devijuar nga një mbrojtës i skuadrës diplomatëve të Suksit. Është Zhuzhi pranë këndores, megjithatë ka vajtur Muça, numri 15, një ish futbollist i ekipit të Korabit, ka luajtur me Korabin, ka luajtur me shumë ekipe në kategorinë e parë, Laçi, Lushnjën dhe Flamurtarin e Vlorës. Tjetër goditje këndi për shqipet e Korfuzit. Është Kote. Një top brenda zonës. Kërcen atje skema, nuk arrin dot skema me kokë, por megjithatë topi ka dalë në rivënje anësore, kryet përsëri nga Kote. Rivënja anësore, kryet nga Konesha. Ja dhe Prenqi, njësat një Manekacën. Pronti ndodhet Hoxha, kapiteni i skuadrës shqipeve të Korfuzit. Ja Buku ka dalë me gjithopi jashtë vijave kufizuse të fushës dhe është dëmtuar Manekaca.
Ajo ma Romana. Ajo ma. Ajo më irmor. Hajde loj. Po të ki. Ja. Të ki. Rrivënie fundore tani për shqipet e Korfuzit. Mana. Bravo, Mona. Shkelbohet këtë topë, me gjatë mbyt koridorin atje numri 22 Kaca. Ka goditur, largon mbrojtja e shqipëve të përsëri Kaca, tjetër goditje, gjetur me shtyllën e parë, pretendojnë për prekje topit me dorë, por me gjatë që qka është në rregull të kryesori Cena, topit do të kemi vetëm rrivënie fundore. Ka vajtur Leshi për të shkelmuar të rrivënie fundore. Merë vrull, duke goditur këtë topë, kalon në porën të rrynë, atje ishte Rusi me kokë, ja dhe Konesha ka goditur, por jashtë kuadratit. Vjet, shpejt. Ai bene don, Mona. Dora? Akoma. Hajde Djar, kom. Happy premiere. Fortuna. Happy premiere. Happy premiere. Ishte Kovaci në di luftim me Leshin, ka vetëm rrivënie me duar. Dërin Konesha me kokë, ja dhe Loci, largon mbrojtja e shqipëve të Korfuzit, me gjatë mbyt koridorin atje Prenqi, ka nisur Koneshën, Rusi, top brenda zonës, po me Kaca me kokë, topi vazhdo të jetë në lojë, është një tjetër aksion, top që përfundon në duart e portierit Hasi, duke pritur në dy kohë, ka nisur me shpejtësi, ndërhyn atje dhe Kaca me kokë, ja dhe Muça ka larguar, Kote. Bravo, Daja. Mane Kaca. Bravo, Biquna, bravo. Loci. Kaca brazonës Koneca dhe shplafon rezultatin. 1-0 për ekipranët e Skupsit, ishte Kaca, Mane Kaca, ai që ka zhbllokuar rezultatin, ishte një pasigurinë e mbrojtje nga shqipet e Korfuzit dhe kështu është zhbllokuar rezultati, 1-0 në favor të Dibranëve të Skupsit, duke mbështetur, kështu duke hapur një hapë për kualifikim, me gjithë është zhuzhi për shqipet e Korfuzit me topin zotrime mes 2-3 futbollistëve ka pasuar përsëri zhuzhi, me gjithë kalon topin për njërin dhe ka shokët e tij, topi kthyer mbrapa. Ishte shurt. Ndërhyn dhe Leshi atje me zgjuarsi, largon portieri Hasi me këmbë, duke largoj Muça. Top për zhuzhin brenda zonës, me gjatë ndërhyn portieri Shahini duke pritur, ishte një rast i pastër për të barazuar rezultatin skuadra e shqipëve të Korfuzit, është ndezur atmosfera tani në këto momente, pasi skuadra pas pasimit të golit e ka rritur presionin e futbollistët e shqipëve të Korfuzit, ka rivënie me duar tani në favor të skuadrës e Dibranëve Suksit. Një tjetër aksion është rivënia kryer nga Mane Kaca, autori i golit
Luftohet të fundore, me gjithë largon Leshi për momentin, në tjek aksionin Kovashi, ka një arkim pejda zonës, gjitur me shtyllën e dytë pikule, dhe ka goditje kënd, Trumbri Fanela është në zonën e rrepsis të portierit Hasi, është kthyer dhe skema në mbrojtje të shqipëve të Korfuzit, largon Muqa me zgjuarsi, me gjitha ka kapuar njërin dhe ka futbollistet e skuadrës Sukthit, tjetër aksion Konesha, shtyp traversale, tjetër rrezik në portën e shqipëve të Korfuzit, mundohet atje dhe skema me topin zotrim e ka nisur përpara, por me gjitha ka një pozicion jashtëloje nga futbollistët e skuadrës së shqipëve të Korfuzit dhe ka goditje të lirë tani në favor të skuadrës së Tibranëve të Sukthit, që udhëheqin 1-0 me gol të shënuar nga Mane Kaca. Ka rivënje fundore tani për shqipët e Korfuzit. Është Kaca, largon Leshi me kokë, me gjitha kanë futbolli është Muqa, e ka përcjellë atje për tek skema, por ndërhyn Kaca me kokë, ja dhe trupja, largojnë futbollistët e Tibranëve të Sukthit, ja dhe kapiteni Hoxha ka larguar për momentin. Mare Kaca, ja buku, prandaj ndodhet kapiteni Hoxha. Goditje Koneshës, por jashtë. Ishte një goditje fantastike e numrit 32 Bitri, por topi ka kaluar gjitur me shtyllën e parë pingullet e mbrojtur nga portieri Hasi. Ishte një drithërim në portën e Shqiponjave, të shqipëve të Tibrës, por të Korfuzit e Korkenjes. Është Berdini me topin zotrim. Mane Kaca. Avisi! Bravo, Mone, bravo! Bravo, shumë Bravo, Mone, ka një çokoladë bakshish! Ka shkëlqyer Hasi, ja dhe Muqa, ka shqetësimin e Locit, me gjithë ka pasuar atje për tek numri 5 me Tazani. Tjetër aksioni i Tibranëve të Sukthit, kërkon një top Kovaçi, ka dalë dhe portieri Hasi, porta bosh, por është Leshi ai që ka larguar topin dhe ka goditje këndi. Janë minutat e fundit të pjesës së parë të këtij takimi, rezultati është 1-0 me gol të shënuar nga Mane Kaca. Ndërkohë nuk ka goditje këndi, topin e ka Kote për shqipët e Korfuzit.
mes dy futbollistëve, megjithatë ka marrë Zhuzhi, ka krahu i djathtë, ka pasuar atje në qendër për tek shutu. Është Konesha, ka nxjerrë të lirë atje Rusin në dy luftim me numrin 2, Merdini. Megjithatë mban Rusi topin, mundohet të pasojë në top brenda zonës. Largon topin tani e ka Kote, ka dorëzuar, është Pitri dhe ky e ka dorëzuar këtë top, megjithatë ka rivënje me duar tani në favor të skuadrës Dibranëve të Sukthit, është autori i golit Kaca që ka kryer këtë rivënje. Ka pasuar për tek Loci. Ky ka gabuar dhe ka vetëm rivënjeve të Korfuzit. Ka shkelmuar kapiteni Hoxha, largon Kaca, tjetër rivënje fundore për portierin Hasi të shqipeve të Korfuzit, ndërkohë që skema është në njëje sot, ako nuk është në formën e tij të mirë. Rivënja nësore është Bitri, e ka kryer këtë rivënje me duar, por ndërhyn atje Leshri me zyrësi duke larguar këtë top, është Muça, mbyll atje Bitri, ka marrë Kote përsëri për shqipet e Korfuzit, me pupure mban topin, ka pasuar për tek Muça, kërkon një top Zhuzhi, por ka shkaktuar faull në sulm. Dale porque ya está. Ka sinjalizuar kryesori Cena, këtë një dënimi për shqipet e Korfuzit, është një topi shkëtuar nga Kote, e ka marrë Zhuzhin, dy luftim, që ka ndërhyrë numri 3 Qakolli, ka sinjalizuar dhe kryesori Cena, mbyllë pjesa e parë me fitoren e Dibranëve të Ka nisur pjesa e dytë e takimi ndërmjet Dibranëve të Sukthit dhe shqipeve të Korfuzit. Pjesa e parë mbyll 1-0 në favor të Dibranëve të Sukthit, me gol të shënuar nga Mane Kaca, që topin e ka në zotëri për momentin, megjithatë e ka dorëzuar, e ka marrë Zhuzhi, ka pasuar për tek Muça. Bravo! Ka shënuar goli i dytë. Ishte Kovaci, ai që ka të fshuar rezultatin, 2-0. Është Muça, që i cili ka futje top brenda zonës, por megjithatë nuk ka rrezikshmëri në portën e Dibranëve të Sukthit. Mane Kaca me topin zotrim, shikon përpara. Një top atje Dyli, por megjithatë kanë marrë është Kote për shqipet e Korfuzit. Mbyll korridorin atje Pitri. Ja dhe Zhuzhi. Ka rrit ta mund nxjerrë këtë top duke pasuar, kapiteni Hoxha mundohet të dalë përpara, por ka mbyllur numri 10 i skuadrës së Dibranëve të Sukthit Loci. Topi ka dalë në rivënje anësore.
Brandë suksit! O Bekim, over! I brandë suksit! Bravo, bravo. Erdhe. Ka thonë një vizë, Qatë pun kaj. Është Zogu që ka kryer këtë rivënje me duar. Mundohet dhe Merdimi, megjithatë ka ndërzuar topin. Goditje dënimi tani për Tibranet e Sukthit. Pranë topit është Loci. 2-0 është rezultati ndërmjet Libranëve të Sukthit dhe Shqipeve të Korfuzit. Loci ka varru, ka goditur mbi traversë, vetëm rivënje fundore tani për skuadrën e Shqipeve të Korfuzit. Lura me 3 nisha. Bërton! Nore 4 është raketi fundit, nono! Pra e biletën! Dhe mjesë është tu, ej! Sheko tja këtë vishën të mësë më tërë, jo bjeri drejt se këllin, e njefë se këllin. Muqa. Sërre me ta. Kote, Muqa, një top në shëtësi, pa problem për portierin Shahini. Është larguar kapiteni Hoxha. Tjetër aksion është Manekaca, por jashtë ka dalë bashkë me topin jashtë, ka vetëm rivënje fundore, por Gjeri Hasi do ta shkelmojë këtë top. Ka gabuar në pasim, e ka marrë tjetër goditje Manekacës, por jashtë. Donë se tani presim që të kthehet topi, përshëndesim sponsorit kryesor të ekipit të Libranëve të Sukthit, Amarildo Osmani, Bardhyl Kaca, Ben Keqi, Elion Gjili, Elion Hajdari, Negji Tërshalla, Sali Pepa, Sokol Karasani, Pëllum Shini, Ermal Prenqi dhe Gazmir Lika. Tjetër rast ideal rrezikshëm.
Goditje këndi tani për Tiranën e Sukthit. Grumbull falëresh në zonën e rrepsisë të portierit Hasi. Ka rivënje fundore. Është Berdini, me gjatë të thyrë sulmi i shqipëve të Korfuzit. Bravo Desi, bravo, bravo! Ka një përmësim. Bravo, даже Allah ниже. Bravo, bravo Desi, bravo! Prani bilete për traket, Shkoj ty, shkoj! Top që përfundon në duart e portierit Hasi. Bravo! Është Rusi. Maros. Mucha, Kote. Pushi. Rivënja nësore tani për shqipet e Korfuzit. Ka vajtur kapiteni Leshi. Kacolari. Ka gabuar në pasim. Tenton dhe Kaca, por me gjatë ka vetëm rivënje nësore. Është kryer kjo rivënje ka Tiranën e Sukthit, është larguar nga një mbrojtës, me gjatë e mbajnë në lojë futbolli është Kacolari me topin zotërim. Ka pasur për të nga shumë të tip, tenton të fuset topin zonë. Ka goditje këndi, tani për ekipin e Tiranës të Sukthit. Ka vajtur Zogu atje për të kryer goditje e këndi. Largon mbrojtja e shqipëve të Korfuzit. Topi ka dalë në rivënje anësore. Ishte trupja e Rusi. Zogu rrihet e jashtme.
Ka problem, se a prem biletën, a prem. Po, a blokun tragamit për to. Ka prem për fus. Rivënje Ansore, shkruaj kjo rivënje. Ka vetëm rivënje fundore për shqipët e Korfuzit, është kryer. Largon Muqa, mundohet të njës atje në numrin 10 Duka. Ndërkohë që tekniku Lala përgatitet për një zëvendësim tjetër në skuadrën e tij, ndërrimin akoma nuk është kryer, largon mbrojtja e Tibranëve të Suktit, përfitojnë është numri 23 i ekipit Pitri me topi zotrim, vazhdon brenda zonës, ka tentativë goditje, shtyr traversale. Dhe 11 metrash sipas kryesorit Cena. Ska plako me tërën e njëve. Shumë i tëp, tata, shumë i tëp. Mundala. Hajde portier! Pranë topit është portieri Shahini dhe ka trepeshuar rezultatin 3-0. Ragazzi biletën! Ragazzi fu! Tibranët e Suktit u udhëheqin ndaj shqipëve të Korfuzit me rezultatin 3-0 me golet e shënuar nga Mane Kaca, Kovaci dhe portieri Shahini me 11 metrash. Atëherë të përgatiten tek porta ekipet e Bar Bleros dhe Maqellarës. Korap Suli bën ekipin gati dhe ekipi Maqellarës tjenë gati tek porta. Faleminderit. Goditje dënimi tani për ekipin e Tibranëve të Suktit, është numri 10 Loci. Është kryer kjo goditje, topi ka dalë jashtë dhe i takon portierit Hasi. Ndërkohë që i pranishëm këtu ndodhet dhe ish trajneri i ekipit partë Korabit, zoti Sani Kallaverët, njëkohësisht edhe trajneri i grup moshave të ekipit Korabit, i pranishëm për të ndjekur këto takime që po zhvillohen në këto gjysmëfinale. Ju lutemi kush ketë dëshirë të ndihmojë për humanizëm me rastin e festës së Bajramit, afrohet pranë tavolinës, pasi ndodhen disa kuti, me aq sa kanë mundësi për të ndihmuar për njerëzit në nevojë. Ka vetëm rivanje fundore tani për futbollistët e Tibranëve të Suktit.
Arbitër me patjetër. Ribënje fundore. Ju dhe takë kretarin. Kretari gjertiote. Ka zëvendësim, është larguar numri 10. Leonardo. Hajde këtu o kapelli, hajde. Zhuzi. Hajde këtu. Hajde. Ti zonja Armani. O mi qove tërmet kamrës. Bravo, bravo. Është mbyllur takimi ndërmjet Dibranëve të Suktit dhe Shqipëve të Korfuzit me fitoren e Dibranëve të Suktit për rezultatin e pastër 3-0 me golat shënuar nga Mane Kaca, Kovaci dhe portieri Shahini me 11 metrash, kështu kualifikohet për mëtej ekipi i Dibranëve të Suktit. Ska shkel, jo ska shkel. Murat e Dibres, si shqipet e notit, kishin krahi fortit, Gjergje Kastriotit. Diber kryet rimi, bani shumë beteja, me primat e Dibres luftoj besan besën. Fushë e mera